Kush e di, veç toka për sa ditë është kriju? Veç toka. Veç toka është kriju për 2 ditë. Gjithë shka që ka brenda tokës është kriju edhe për 2 ditë. E këto bëjmë 4. E tash edhe sa ditë i ka me qiellit për kriju? Edhe 2 ditë. Do të thonë, komplet Allah Azza wa Jall, qiellin, gjithë shka që ka në qiell, 7 ka qej, tokën, gjithë shka që ka në bredi tokës, gjithë shka që ka me ndodhë tokë, e ka kriju për 6 ditë. E tash çdo njeri e bën një pyetje. As ka mujt Allah Azza wa Jall? A nuk e ka pat mundësinë Allah Azza wa Jall mi thonë tokës, qiellit, arshit, ujit, pendës, lauhit mahfudit, kun feyekun, bëhu dhe bot. A ka mujt Allah? E pse Allah Azza wa Jall e ka bot që mu bot brenda 6 ditë e krijimit? Bravo. Do të thonë Allah Azza wa Jall ka dashur me ta dhënë një shkollë, edhe me thonë se çdo sen e ka kohën e vet. Hajde, tash është natë. A ka dikush pushtet që natën për 1 minutë më ma bot ditë, ç'shto? A mund është smundjen që e ki në trup për 1 moment me ndryshu? S'munësh. Allah të ka dhënë ligj, se ka thonë unë e kam kriju tokën me rregulla. Dhe Zoti për gjithë secili ka kriju ligjet veçanta, normat veçanta, që lip ju në shtru që aty e norma që ka thënë Allah, që ti me fitu xhenetin Allah të Zoti.